Sepse ju e dini sa i ka pas prova të ndryshme nga grupacionet e devijuara, disa herë janë bërë sebeb që të burgoset dhe të maltretohet e kështu me radhë. Po ashtu ka qenë në luftë dhe është prej shkaktarëve kryesor që i ka mund tatarët. Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah është prej shkaktarëve kryesor për mundjen e tatarëve apo mongolëve në Siri. Për këtë shkak pejgamberi alayhis salam na ka mësuar që në çdo hap tonin të bëjmë dhikr. Bile ka libër të posaçëm për këtë gjë. Dhikri i mëngjesit, dhikri i mbrëmjes, dhikri pas namazit, dhikri kur zgjohesh, dhikri kur të biesh në gjumë, dhikri para se mu fut nevojtore, dhikri kur t'i afrohesh gruas për marrëdhënie intime, lloj-lloj dhikresh, dhikri kur bie shi, dhikri kur ka vetim apo murmurim, dhikri kur e sheh dikënd i cili është me të metat, çka duhet të thuash, si duhet ta falenderosh Allahun subhanahu wa taala. Pra, komplet libër special që tregon se si muslimani duhet ta përmend Allahun e lartësuar në raste të caktuara. Dhe nëse njeriu i praktikon këto gjëra, e praktikon dhikrin para se me hy në WC, kur del prej WC-je, e praktikon dhikrin kur zgjohet, kur bie në gjumë, padyshim se ai do të jetë i qëndrueshëm në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, sepse shkaku kryesor që zbraps atë prej rrugës së Allahut subhanahu wa taala është shejtani. Ndërsa shejtani, Allahu na ka mësuar se zbrapset, domethënë për shkak të dhikrit, për shkak të përmendjes së Allahut subhanahu wa taala.